نحبها واحنا معاها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها الكويت دولة ما تنحني لها. Festat kombëtare të Kuvajtit u kremtuan edhe në Shqipëri. Në Tiranë, në një atmosferë solemne dhe plot ngrohtësi, Ambasada e Kuvajtit në Shqipëri organizoi ceremoni për 65 vjetorin e pavarësisë dhe 35 vjetorin e çlirimit të vendit. Një përvjetor që për kuvajtianët nuk është thjesht datë kalendarike, por një moment i fortë identiteti, krenarie dhe reflektimi për rrugën që ka ndjekur vendi në këto 6 dekada gjysmë. Ngjyrat e flamurit kuvajtian, e zeza, e bardha, e gjelbra dhe kuqja dominonin ambientet. Pritja ishte organizuar me kujdes duke treguar mikpritjen karakteristike të kulturës kuvajtiane, të njohur në mbar botën arabe. Këto pamje tregojnë më shumë se sa ngjyra, janë identitet, pjesë e mënyrës së jetës së kuvajtianëve, të cilët duket se u kushtojnë rëndësi të veçantë detajeve. أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بكلنا. Diplomatët, përfaqësues të institucioneve shqiptare, biznesmen, përfaqësues të medjes dhe miq të Kuvajtit ishin ftuar për të ndarë këtë ditë të rëndësishme. كل صعب فيها معزومة هلها يظهر فعلها ما يقدر الشر عليها. Përfaqësuesit e ambasadës pritën përzemërsisht të ftuarit, me të cilët ndanë bindje se e ardhmja do të jetë akoma edhe më e mirë. Mirëseardhja u shpreh nga i ngarkuari me punë i ambasadës së Kuvajtit në Shqipëri, Adnan Al-Gonaim. حقها تباها تسمو بغلاها وتتحدى كل صعب فيها بعزومها وعبرت بكل صدق عن الموقف الرسمي الكويتي قيادة وحكومة وشعبه. Kjo ngjarje e rëndësishme na kujton themelimin e shtetit ton në vitin 1961 dhe fitoren mbi pushtimin në vitin 1991, një moment historik që dëshmoi guximin dhe vendosmërinë e popullit kuvajtian, si dhe mbështetjen e çmuar të miqve tan ndërkombëtar. Marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Kuvajtit nisën shumë vite më parë dhe vazhdojnë të forcohen nga viti në vit. Kuvajti ka qenë një nga partnerët që kanë mbështetur investime dhe projekte të rëndësishme në vendin tonë, përmes fondeve zhvillimore, kredive të buta dhe programeve të bashkëpunimit. Marrëdhëniet mes Kuvajtit dhe Shqipërisë janë karakterizuar nga një histori e gjatë dhe e qëndrueshme që prej vitit 1968, gjatë së cilës dy vendet tona kanë punuar për forcimin e lidhjeve dypalshe dhe zhvillimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe humanitare. Shteti i Kuvajtit vlerëson thellësisht qëndrimin e Shqipërisë gjatë çlirimit të Kuvajtit në vitin 1991 përmes mbështetjes së koalicionit ndërkombëtar që çliroi vendin nga pushtimi irakian. Ky qëndrim historik përbën dëshmi të qartë të përkushtimit të Shqipërisë ndaj paqes, drejtësisë dhe solidaritetit ndërkombëtar. Sot, bashkëpunimi mes dy vendeve shtrihet në disa sektorë si energjia, infrastruktura, turizmi, por me potencial për ta vijuar edhe më tej. Ne besojmë se ekziston një bazë solide për të forcuar më tej marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve tona mike në shërbim të interesave të përbashkëta. Gjithashtu, ne vlerësojmë arritjet e Republikës së Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian dhe i urojmë Shqipërisë dhe popullit shqiptar më shumë prosperitet, zhvillim dhe përparim. Të nderuar të pranishëm, Shteti i Kuvajtit bashkëpunon me Republikën e Shqipërisë në disa fusha me interes të përbashkët,
përfshirë shkëmbimin e vizitave të ndërsjella. Madje i ngarkuari me punë i ambasadës ftoi bizneset nga Shqipëria dhe Kosova të investojnë në Kuvajt. Vizioni Kuvajt 2035 synon ta shndrojë shtetin e Kuvajtit në një qendër financiare dhe tregtare rajonale e globale, të udhëhequr nga sektori privat, duke arritur zhvillimin njerëzor dhe duke rritur konkurrueshmërinë dhe efikasitetin prodhues. Qeveria synon të sigurojë infrastrukturën e duhur, legjislacion modern dhe një klim biznesi stimuluese, duke ruajtur vlerat kombëtare dhe identitetin shoqëror. Ky vizion synon gjithashtu tërheqjen e investimeve të huaja në Kuvajt, përfshirë investimet nga Shqipëria dhe Kosova. Pas fjalimeve, ceremonia vijoi me një program që solli element të kulturës kuvajtiane, por edhe biseda të ngrohta mes të pranishmëve. Festimi 65 vjetorit të pavarësisë së Kuvajtit në Tiranë ishte më shumë se një event, ishte një mesazh i qartë miqësie, një dëshmi e marrëdhënieve të qëndrueshme mes dy vendeve dhe një sinjal se potenciali për bashkëpunim është akoma edhe më i madh.